Tani jemi pra një ndërtesë totalisht karakteristike të Novosejës, edhe pse mund të ketë ngjashmëri me ndërtesa dhe karakteristika të tjera të zonës veriut sidomos, por ka diferenca të thella, sidomos në strukturë dhe në organizimin shoqëror që i mund thonte kjo shtëpi. Për ta nisur paksa Mali, janë kryesisht 2 katëshe si ndërtesa? Atëherë, për sa i përket shtëpiave karakteristike të Novosejasve, për atë zonës tonë, të fshatit tonë, përgjithsisht të shtëpia janë me strukturë 2 katëshe, pra me një mur me gur dhe llaç, balë, pra balë të thatë. Kryesisht edhe për sa i përket sipërfaqes, pra këto shtëpia kanë pasur një sipërfaqe rreth 70-90 metra katror, pothuajse të gjithë fshatit karakteristike dhe të pozicionuara pothuajse drejt lindjes së diellit. Pra ky ishte element që një tjetër element strukturor ose një element i vendosjes, planimetrisë. Pra pothuajse të gjitha objektet janë të vendosura drejt lindjes së diellit. Për sa i përket strukturës, shtëpiat janë, siç e tham, 2 katëshe me rreth me dritare karakteristike dhe me 4 dhoma, pra me 2 dhoma për secilin kat. Ndryshe nga çfarë biseduam, krahasuar me zonat e tjera, pra këto shtëpia ishin vetëm për banim, ndërsa plevicat ose stallat e baktive pra ishin të ndaras veshmas, ashtu siç e diskutuam dhe në Shishtavec. Tani, për të lidhur këto 2 element bashk, duke qenë se shtëpitë e fshatrave në Shqipëri kanë qenë, siç tham, pak a shumë të ngjashme, por diferenca lidhur me plevicën apo me vendin ku qëndronin baktit dhe gjoja gjallë, kishte të bënte me një qytetërim dhe me një avancim për kohën. Pra ata e ndanin banesën e njerëzve dhe të familjarëve nga ajo e kafshëve. Mendon që kjo ka qenë një formulë apo një formë e parë nga vendet e tjera më të zhvilluara, sepse këto zona, siç e kemi ditur edhe diskutojmë, që kanë emigruar shumë herët në vende të tjera. Domethënë, paktën nga ajo që dim, nga ana historike, disa banorë të Novosejat kanë shtektuar një pjesë e tyre edhe drejt Turqisë. Domethënë janë larguar nga fshati dhe ndoshta kjo edhe mund të jetë një lloj marrje, pra këta e kanë marrë nga diku dhe e kanë sjell tek ne në lidhje me këtë çfarë po diskutojmë. Pra, shtëpijat ishin karakteristike siç e diskutuam, ndërsa plevicat ishin të vendosura diku rreth oborrit të shtëpisë, pra por ndaras nga objekti ku banonin njerëzit. Në Novosej, familjet kanë jetuar në numra relativisht të mëdhenj, ose më saktë, për shembull, nëse ishin 3 vëllezër, të 3 të martuar dhe po ashtu prindërit, jetonin shumë pranë njëri tjetrit, apo ka qenë edhe kjo kultura e ndarjes? Jo. Se si vend musliman kam përshtypjen që kanë qenë me një drejtim të caktuar në raport me familjen. Për sa i përket kësaj, familjet kanë qenë të mëdha, patriarkale, pra nuk kanë ekzistuar ndarjet. Pra jo, thuajse familje kanë qenë pra të mëdha me disa anëtar, varësisht në kohën e më përpashme, pra edhe numri i popullsisë ka qenë shumë më i madh krahasuar me sot, pasi sot edhe largimi i njerëzve, lindjet janë zvogëluar, kryesonin burrat dhe familje, pra edhe nëse kanë qenë disa vëllezër, pra kanë bashkëjetuar. Edhe kishte një ndasi, besoj, edhe mes burrave e grave. Absolutisht, po. Domethënë familjet drejtoheshin nga burrat, absolutisht. Nisur edhe nga besimi fetar edhe nga tradita, pra familjet të drejtoheshin kryesisht nga burrat. Pra kreu edhe shtylla e familjes, krye familjare ishte gjithmonë një burr.